Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për t'u pozicionuar tek një lajm i cili ka ngritur një komentim, le ta themi, apo ka ngritur një debat publik ditën e sotme. Fotografitë që Egli Tako ka postuar të komentuara në një formë të paqëndrueshme, do thoni ju pse, sepse u komentuan sikur këto fotografi janë realizuar në apartamentin e DJ Gimbos në Kosovë. Të paktën kanë ardhur dhe SMS në TikTokun tim, kanë ardhur SMS në Instagram që Tiron a e shikon që fotografitë janë të realizuara në apartamentin e DJ Gimbos. Okej, tani, për të bërë hulumtimin dhe për të krijuar një mendim, për të dhënë një mendim, për të dhënë një ide, për të nxjerrë një thashethem në pa, apo për të ngritur një diskutim, unë mendoj që duhet të jenë faktet shumë të bazuara për ta thënë gjën, jo vetëm fole në kod. Fotografitë të cilat ju i shikoni në videon në të cilën unë komentoj, do me thënë shikoni Eglin fotografuar pranë disa luleve, dhe shikoni Eglin në fotografin tjetër që po bën një selfie përpara një pasqyrës për të treguar që është ready, është gati për të ngjitur në sken. Harruat që jemi në ditën e ejte dhe ditën e djeshme. Egli Tako ka regjistruar emisionin Yezdej, puntatën e së dielës. Do me thënë, Egli Tako po punon me një intensitet shumë të lartë, është shumë atraktive, mundohet që të jep të gjithë energjinë e saj, mundohet që të jep të gjithë pozitivitetin e saj, që të vi në formën më të mirë, më të bukur, më energjike tek publiku, dhe unë nuk them që jam kundër jush në asnjë mënyrë, përkundrazi, unë jam shumë i lumtur që ju me patjetër dëshironi të shikoni Eglin të lumtur, të gëzuar dhe hamendsoni në forma të ndryshme, por deklaratat të cilat kanë ndalur apo komentet në fakt që kanë ndalur ndoshta nga fansat e Eglit, ndoshta nga njerëz të cilët nuk e duan Eglin, kanë shprehur mendime të ndryshme që fotografitë janë të bëra në apartamentin e DJ Gimbos dhe fotografitë në fakt që Egli Tako postoi ditën e djeshme që unë e kam komentuar si gjë. Nuk janë të realizuara në Prishtinë, Egli ndodhet në Tiranë, vepron në Tiranë, është pranë televizionit Top Channel, që ti ndajmë ca gjëra, do me thënë televizioni është një, pasi që unë vetë merrem me këtë punë, është një punë e cila të merr shumë kohë, do me thënë të rëmben shumë orë. Dhe pikërisht në ditët kur janë regjistrimet, në ditët kur janë realizimet e emisioneve gjigande, në këtë rast siç është emisioni Egli Tako, me patjetër që Egli duhet jetë fokusuar masovikisht në punën e saj, ndërsa këto fotografi që ju shikoni, këto bërjet gati të make-upit, rregullimi i flokëve, përzgjedhja e fustanit e gjëra të tilla, do me thënë janë proceset më të fundit që realisht imazhet publike, moderatorët, gazetarët postojnë para se të ngjiten në sken. Dhe Egli ka ndarë me shumë dashuri një fotografi ku duket që ka marrë shumë lule, ju i shikoni, nga që shikoj këtej sepse e kam ekranin, ju i shikoni se sa lule ka marrë, sa dashuri, do me thënë, dhe pas saj është dera me logon e topit, që nuk ndalohet së dhënuri dashuri, por edhe fotografitë e djeshme që Egli ka postuar e veshur me një bluze të bardhë edhe me flokë të lëshuara të zeza të drejta, do me thënë Egli ka qenë në një, le të themi,
kurim fytyre që Egli kujdeset shumë për veten e saj dhe ju e dini shumë mirë. Do me thënë Egli ja ka kushtuar të gjithë energjinë 24 orë profesionit të saj. Dhe pikërisht këto fotografi janë nga brenda topit, nuk janë fotografi që do me thënë janë realizuar nga një udhtim apo nga një prapavi që ndoshta dikush dëshiron ta thotë të ktill. Unë dëshiroja ta qartësoj me ju këtë gjë. Ne do takojmë sërish së bashku dhe dua të marr mendimin tuaj. Shkruajeni ju lutem në koment.